Elio më kërkoi makarona me pana dhe karkaleca, kështu që mund t'i bëj makarona me pana dhe karkaleca. Nëse dëgjoni zhurmë në horizont, është lavatriçja dhe tharsja. Si fillim mbushim një tenxhere me ujë dhe do ta lër që të lojë. Do t'i hedh pak krip dhe pak vaj ulliri. Vaj ulliri bio. Pak, jo shumë, se nuk kam shih gjërat në shumë mënyrë. Çojm kapakun të bëhet sa më shpejt. Për makarona do përdor këto të deçekot linguini. Hodha pak gjalp, do të hedh pak hudhër, pastaj do hedh karkalecat. Ujin e kemi gati, do hedhim makaronat. Kemi panën, kemi parmixhan. Karkalecat po skuqen, hedhim panën. Do t'ja ul pak zjarrin tani, do ja çoj në 6. Ndërkohë do marr pak nga uji i makaronave që t'ja hedh panës. I hodha pak parmigiano, që të trashën pana. Okej, salsa është gati. Do ta hedh të brenda te makaronat. I griva dhe pak parmigiano, tani do t'i trazoj. Këto janë dhe makaronat. Si ju duken? Provoj një herë ti pastaj. Hajde provoj vetë. Shijen e kam shumë të mirë, por duhet të ishin pak më al dente.